Përshëndetje miq të emisionit tonë. Sot do të tregojmë se si mund të ulim trombocitet e larta në gjak. Me vërtet, puna jonë shumë vjeçare na ka bërë që të vijemi përballë problematikave nga më të ndryshmet shëndetësore. Dhe ne në krahun tjetër jemi detyruar që të ulim kokën, të lexojmë libra, të shfletojmë, të gërmojmë, të mbledhim informacione dhe tek e fundit njerëzve t'ju japim zgjidhje me aq sa natyra dhe kontributi jon ka arritur që të gjej. Por edhe në këtë drejtim nuk kemi ngelur të pakët ose të vonuar. Po çfarë janë trombocitet? Ato janë qeliza të vogla që ndihmojnë në koagulimin e gjakut, riparojnë të gjitha dëmtimet që ndodhin brenda trupit të njeriut, përgjegjëse për të ndaluar hemoragjinë. Shkurtimisht, nëse qahemi, pritemi, gërvishemi e kështu me radhë, trombocitet fillojnë që të mblidhen, të formojnë një si plastelin dhe të mbyllin, të ndalojnë hemoragjinë. Ky është misioni i tyre në organizëm. Norma e tyre varion afërsisht nga 150 deri në 400.000 trombocite për 1 ml gjak. Madhësia e këtyre trombociteve shumë e vogël është 4.5 mikron maksimalja dhe përqindja e tyre në gjak është gjithmonë më e vogël se 1%. E nëse këto rriten mbi normën, mbi 400.000, atëherë kuptohet do të fillojë që të na trashin gjakun. Dhe prandaj ne duhet marrim masa që këto trombocite të ngritura t'i çojmë në normë. Jetëgjatësia e këtyre trombociteve mund të shkojë 10 deri në 12 ditë, por disa prej tyre mund të jetojnë edhe 2 deri në 3 ditë. Cilat janë llojet e trombocitozës? Një e para është trombocitoza primare esenciale, ku palca prodhon më shumë trombocite pa ndonjë shkak të njohur ose të zbuluar. Trombocitoza sekondare, reaktive, ku shfaqet si një reagim i një gjendje tjetër të organizmit, si një infeksion, ose inflamacion, ose mungesë hekuri, ose gjendje post-operacioni, ose gjakderdhje. Pra, kuptohet që nëse vritemi, dëmtohemi, rrëzohemi, vrasim gjunjët e kështu me radhë, kryejmë ndonjë ndërhyrje kirurgjikale, trombocitet rriten për të përmbushur misionin e tyre. Po cilat janë simptomat, shenjat e trombocitozës, ose kur ne duhet ta kuptojmë që kemi nivele të larta dhe duhet të shkojmë tek mjeku për t'u vizituar. Shpesh nuk ka simptoma, por mund të vërehen disa indikatore, disa si sinjale të cilat neve, po ta dëgjojmë me vëmendje trupin ton, mund të kuptojmë. Një dhimbje koke në të gjithë hapësirën e saj, ndoshta si e pa kuptim ose pa lodhje, një marrje mendsh, mund të kemi ndonjë mpiksje gjaku, por jo që t'jetë e dukshme mbi lëkurë, si në rastet kur ne kemi trombocitopeni. Mund të kemi një gjakderdhje nga hundët, ose ajo që quhet epistakis, mund të kemi sëmundje reumatizmale, anemi e të tjera. Shkaqet që na çojnë në trombocitozë mund të jenë ose shkaktar të papërcaktuar mirë dhe të panjohur, ose prania e formave neoplazike, veçanërisht në sëmundjet e stomakut, të mushkrive, ose një çrregullim primar i palcës së kurrizit. Çrregullimet që mund të na vinë nga prania e artritit reumatoid në organizm, hemoragjitë ndryshme nga hunda, ndoshta shpretka e hequr ose e dëmtuar, pasi shpretka ka lidhje me këtë fakt. Në shpretkë ruhen rreth 30% e trombociteve si të akumuluara dhe në rast se një njeri dëmtohet, atëherë këto hidhen me shpejtësi në gjak dhe këto shkojnë në vendin e aksidentit për të kryer misionin e tyre për të ndaluar hemoragjitë. Infeksionet e ndryshme në trup, në këto raste rriten leukocitet dhe trombocitet. Nëse kemi ndonjë anemi ose mungesë të hekurit, ku qelizat e palcës kalojnë në mbiprodhim për të përmbushur nevojat e trupit, mbiprodhim të trombociteve. Sëmundjet inflamatore të zorëve mund të na çojnë në një rritje të trombociteve dhe ndonjë infeksion akut i brendshëm, edhe kjo mund të na çojë në rritjen e trombociteve. Kush do të jetë diagnoza? Pra, nëse vrejmë 1 ose 2 nga këto shenja të mësipërme, ne duhet të interesohemi për të shkuar tek mjeku, në mënyrë që të kuptojmë nga vjen i gjithë ky çrregullim.
Analizat që mund të bëni janë këto. Një gjak komplet dhe aty duket niveli i trombociteve. Por jo vetëm kaq, mirë është që të bëjmë trombocitet në lam. Pra, kur trombocitet hapen atë pllakën e xhamit, në atë laminën, dhe shikojnë në mikroskop, kjo është matja më e saktë e tyre. Do të shikojmë ferritinën. Në qoftë se e kemi brenda normës, le të themi nga 50 deri në 170 mg për decilitër, atëherë do të thotë që nuk kemi të bëjmë me një anemi. Kjo ferritina është një protein që ruan hekurin në gjak. Do të shikohet eritrosentimenti, pra sa shpejt precipitojnë ose ndahen këto leukocitet nga eritrocitet dhe serumi në gjak. Atëherë, nëse eritrosentimenti është më pak se 20 mm/orë, nuk kemi me ndonjë vatër inflamacioni, të bëjmë me ndonjë vatër inflamacioni në organizëm. Njerëzit mbi 50 vjeç, normën mund ta kenë deri në 30 mm/orë, pra të ndahet plazma nga rruazat e kuqe të gjakut. Dhe nëse kemi mbi këto vlera, duhet mendojmë që diku kemi një vatër infeksioni në organizëm dhe organizmi prodhon me shumicë trombocite. Në qoftë se bëjmë një analizë tjetër, CRP, dhe na del më shumë se 0.5 mg për decilitër, kjo mund të na tregojë, pra ky tregues vlerëson rrezikun kardiovaskular. Kur na del më i madh, atëherë mendja duhet na shkojë që duhet të shkojmë edhe tek mjeku kardiolog për ta saktësuar më mirë problemin se ku ndodhet sëmundja. Tek analiza e gjakut komplet, që unë e përmenda në fillim, duhet të shikojmë edhe nivelin e retikulociteve. Në qoftë se është brenda normës nga 0.5 deri në 2.5%, atëherë mendojmë që në palcën e kuqe të kockave gjithçka funksionon mirë. Njëkohësisht do të shikojmë edhe imature platele frakcion, ose IPF, e cila duhet të jetë afërsisht 1.5%. Kjo tregon se sa trombocite prodhohen në trupin ton brenda 24 orëve. Prodhimi i trombociteve kontrollohet edhe nga hormoni trombopoetina. Mbas gjithë këtyre analizave, atëherë mjeku mund të arrijë që të kanalizojë dhe të drejtojë vëmendjen kryesore se ku është problematika dhe ku duhet goditur për të rregulluar me të vërtet problematikën në organizëm. Falë përvojës tonë, çfarë kemi arritur që të realizojmë? Brenda një periudhe 15-20 ditore, trombocitet edhe kur kanë qenë 800, 1000, 1200, 1500 e më sipër, kanë filluar rënien e tyre brenda javës së dytë. Po si do të bëhet ky trajtim alternativ? E para, ushqime që balancojnë prodhimin e trombociteve dhe që i ulin ato. Për shembull, hudhra, qepa, xhinxheri, perimet e gjelbra që nuk duhet të mungojnë në tryezën tuaj. E dyta, bimët mjekësore, si për shembull, ginkgo biloba, lëvorja e shelgut të bardhë, Salix alba, e cila është një bimë që gjendet gjithandej në vendin tonë, ndihmon shumë mirë në hollimin e gjakut, në mbylljen e vatrave të inflamacionit dhe në uljen e trombociteve. Hithra, radhiqja, jamballi, kurkumina, manafera e të tjera janë bimë të cilat na ndihmojnë më së miri në uljen e trombociteve dhe në çuarjen e tyre në normë. Por jo vetëm në prodhimtarinë e tyre, por këto të gjitha që unë përmenda na ndihmojnë më së miri edhe në atë madhësinë e trombociteve. Pra, ato të jenë nga 3.5 deri në 4.5 mikron. Pra të mos jenë më të dobta se nuk arrin më që të bëjnë atë bashkimin e tyre dhe formimin e asaj plastelinës, le ta quajmë, që së bashku me ato fibrinat, ajo të mbylli dhe të taposi plagën. Njëkohësisht, janë shumë të dobishme të përdoren vajrat, për shembull, omega 3, omega 6 tek vaji i lirit, vaji i farës së zezë, njëkohësisht na ndihmon më së miri në këtë drejtim, vajrat esenciale për shëndetin e kockave në përqindje të ulta. Ato mund t'i gjejmë të gjitha të mishëruara ose tek vaji reumer ose tek kremi reumer. Po si duhet ta fillojmë për shembull ditën tek një njeri që është, si thuaç, me trombocite të ngritura? Mëngjesi i parë le të jetë një ujë i ngrohtë me 1-2 thelpinj hudhra që mund të përtypen,
dhe në të hedhim pak ginger, pra 1 lugë kafe ginger, dhe 1 lugë kafe ose gjysmë lugë kafe kurkumin ose shafran indie. Nëse shafranin e indis, kurkuminën, do ta hedhim gjatë ditës në gjell, atëhere çaj atë ujin e ngrohtë të mëngjesit si një ujë anti-inflamator me fuqi vepruese dhe detoksifikuese të organizmit, e përdorim 1 lugë kafe jamball dhe 1 lugë kafe ginger. Kjo pihet gjithmonë 15-20 minuta para ushqimit. Pas kësaj, para buke, pim çajin reumer, nëse neve e kemi këtë paketë në shtëpi, ose marrim dhe përgatisim një çaj, afërsisht në 2.5 litra ujë, neve mund të ziejmë, nëse do të kemi bimë të veçanta, do të përdorim, për shembull, çajin e gjelbër, që na ndihmon më së miri në këtë proces. 1 dorë me lëvore shelgu të bardhë, ose Salix alba. Përdorim 1 dorë me gjethe manafere. Përdorim 1 dorë me ginkgo biloba dhe 1 dorë e mbushur me radhiqe. Atëhere, kjo do të na ndodhi, kjo do të na bëj këtë gjë, pastron hollon gjakun dhe përmirëson funksionin e palcës së kuqe të kockave. Aty është burimi kryesor, ne do t'ju tregojmë edhe me figurë që ju të kuptoni se pse duhet që të mëshojmë fort tek kockat dhe kyçet. Pra aty është burimi ku prodhohet trombocitet, aty është burimi ku prodhohen në palcën e kuqe të kockave, në qelizat mëm, prodhohen edhe eritrocitet, edhe leukocitet, edhe plazma e gjakut. Dhe që të gjitha këto, nëse ne do t'i kemi kockat të shëndetshme, edhe këto do t'jenë që të gjitha të shëndetshme. Nëse nuk i kemi këto produkte të veçanta, atëhere, në 2.5 litra ujë, hedhim 1 pako çaj reumer, shtojmë pak shelg të bardhë, 1 lugë çaj të gjelbër dhe 1 dorë me gjethe ose edhe lastar të manaferave, lastar gati 10 cm të manaferës. E lëm që çaji të ftohet, nga ky neve përdorim 1 gotë, gjithmonë 1 gotë çaj para buke. Në mëngjes mund të konsumoni bashkë me kosin 2 thelpinj hudhra, 1 lugë supe boronicë, pra hedhim musli. Nëse nuk e konsumojmë hudhrën të parin me çajin, se ndoshta e kemi të bezdisur, atëherë e hedhim në kos 2-3 thelpinj, sikur do ta bëjmë një tarator të lehtë. Hedhim pak boronicë, nëse do ta kemi të njom, edhe kjo është e mrekullueshme, ose këtë të thatën e shplajmë, e hedhim në kos dhe lëjmë 3-4 minuta 5 që të zbutet. Hedhim 2-3 lugë gjelle musli, varësi edhe nga mosha, pesha, kështu me radhë, dhe ky le të themi është mëngjesi juaj. Pra, musli, çaj dhe do të bëjmë një lyerje të kockave dhe të kyçeve me ekstraktin, ndoshta edhe me kremin reumer dhe shkojmë në punë. Në drekë do të konsumohet ndoshta 1 gotë çaj, ndërsa në darkë do të vim dhe trajtimin do ta bëjmë pak më të plotë. Pra, pim 1 gotë nga çaji që tashme kemi ruajtur në frigorifer. Nëse kemi mundësi në darkë të konsumojmë pak lakra të bardhë të egra, ose lakër të bardhë, ose të kuqe. Tek lakrat e egra, sikur të na dominojnë radhiqa, hithra, çikoria, lëpjeta. Mbas kësaj pjate me këto lakrat e ziera në mbrëmje, lyejmë kyçet me ekstraktin e trupit dhe vajin reumer, ose kremi reumer. Do të vëmë re që brenda një periudhe kohe shumë të shkurtër, 7 deri në 10 ditë, niveli trombociteve gjithmonë do të vi drejt rënies dhe ne do të ndjejmë atë kënaqësinë e të ndjerit mirë të trupit tonë. Ky ishte emisioni për sot. Mirupafshim në emisionin e radhës.